Mirëmbrëma Ferma, sukses e gjithë fermerëve, meritoni gjithë finalen, ama unë e kam një emër që s'mund ta them më vetëm. Sepse jemi dy. Ç'kemi o mbretër. Ama një është. Një është. Mbreti, Visi. Vis Pupa, për ne është Vis Pupa, jo vetëm finalen, por e presim në fitore. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Verina Shushelini dhe mendoj që finalisti i dytë në Ferma 3 do të jetë Elvisi. Përshëndetje të gjithëve. Për mua finalisti i dytë meriton të jetë Vis Pupa. Përshëndetje nga Henri, për mua finalisti i dytë është Visi. Mendoj që finalisti i dytë duhet jetë i mashkull. Dhe mashkulli që unë mendoj se meriton të shkojë në finale është Vis Pupa. Përshëndetje. Mendoj që finalistja e dytë e këtij edicioni është pa diskutim Soni Malej. Mendoj që finalisti i dytë i Fermave duhet të kenë Sonçe. Për finalistin e dytë unë shpresoj që Soni. Unë do doja finalistin e dytë Bujakën sepse më pëlqen shumë origjinaliteti i tij. Kurse Ilirin do ta doja si finalistin e 6. Do të votoja për Bujën, për DJ Bujakën, por me gjithë zemër që ai të votohet nga publiku, edhe të jetë finalisti i dytë Krah Mozos. Mirëmbrëma të gjithë spektatorëve, zgjedhja ime për finalistin e dytë është i pazëvendësueshëm i Ilir Shaqiri. Për finalistin e dytë unë mendoj se do dalë Iliri. O Liro. Mirëmbrëma fermer. Për arsye shëndetësore nuk mund të bëj dot një video mesazh për ju, por do të ndaj një foto aktuale. Vota ime shkon sot për Ilirin. Finalistja e dytë për mua është Lulja ime Sara.